Kryeqyteti dini që ka pas një influks të madh të investimeve pas luftës. Edhe kjo është një, nëse marrim si informacië energji, është pozitive për arsye se ka josh investitorët nga brenda, nga jashtë që të vinë në Prishtinë të investojnë. Mirë po për shkak të mungesës të një planifikimi të mirëfillt të kryeqytetit, gjitha këto investime kanë qenë më shumë ad hoc në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, ku edhe sektori publik për fat të keq nuk ka mujt me u përball zhvillimeve në pjesë të ndryshme, edhe nuk ka mujt me kriju infrastrukturë të nevojshme edhe në aspektin e rrugëve, në aspektin e ndriçimit, në aspektin e shkollave, të qendrave mjekësisë familjare, në aspektin e qerdheve, parkingjeve, parqeve, qendrave rekreative për të ri, e tjera. Pra të gjitha këto elemente janë shpërfaq më vonë si mungesë bazike infrastrukturore në zona të ndryshme të kryeqytetit, si rezultat i zhvillimit të kryeqytetit pa një planifikim të mirëfillt. Edhe këtë kemi analizuar dhe kemi pa që kryeqytetit i duhet një vizion, një mision i cili krijon një ndërlidhshmëri e nevojave ekzistuese, e planifikimit për zgjidhjen e këtyre nevojave ekzistuese, po edhe një vizion afatgjatë për 10, 20, 30, 50 vitet e ardhshme. Kemi platformën IoT Data Hub, që është platforma kryesore e përmbledhjes së gjitha dhënave të Smart City. Smart cities are fundamentally about information. And that information can be basically what's happening now in Pristina. Pra tani ka drejtim kryeqyteti, ka një vizion ku qytetari është i pari, ku hapësirat publike i kthehen qytetarëve të kryeqytetit, ku fokusi është në transformimin e sistemit edukativ, në digitalizimin e sistemit edukativ, në krijimin e qytetit të mençur, të cilin vetëm se kemi bërë tash, kemi kriju infrastrukturën për herë të parë në kryeqytet, në region faktikisht jemi të parët që këtë kemi bërë, ku edhe intervenimet infrastrukturore në hapësira publike ndihmojnë që këmësori të ndihet që qyteti punon për te e jo kundër. Një ndër projektet që ka pas impaktin super pozitiv ka qenë edhe reformat në mësimin tërditor, ku edhe kemi fillu me 5 shkolla. Në këto shkolla, qytetarët, përveç që kanë mundësi për me i dërgu fëmijët prej orës 7:45 deri në 3:45, edhe përveç kurrikulës standarde, është edhe kurrikula ekstrakurrikulare, ku fëmijët mësojnë edhe për art e kulturë, coding, programim apo sport. Pra, një numër i madh i mundësive për fëmijët tanë që me u ndërlidh edhe me aspekte tjera ekstrakurrikulare, të cilat nuk ofrohen në sistemin apo në kurrikulën standarde. Edhe këtë kemi bërë në ndërlidhshmëri, po ashtu edhe me digitalizimin e kurrikulës. Pra, edhe kjo është një reformë e madhe që ka ndodhur në kryeqytet. Të gjitha shkollat e kanë kurrikulën digjitale, të gjitha klaset janë të pajisura me televizionet të mençura, po ashtu kemi mundësu që fëmijët jenë të ndërlidhur me klaset edhe prej shtëpive tyre, nëse për çfarëdo arsye nuk mujnë me pas qasje fizike në shkolla apo në klas. Edhe aspekti tjetër që në shkollat, 5 shkollat me cilat kemi fillu mësimin tërditor, ka një impakt super pozitiv edhe për prindërit. Tash po vazhdojmë, po them në prej shtatorit edhe me 7 shkolla tjera. Në 4 vitet e ardhshme pretendojmë që të gjitha shkollat në kryeqytet të jenë me mësim tërditor. Sfidat kanë qenë të shumta. Duke marrë parasysh që unë kam jetu në Londër 29 vite, vi prej sektorit privat, pra në sektor publik për herë të parë, nuk jam marrë me politikë paraprakisht, pra jam profesionist në aspektin e urbanizmit, arkitekturës. Çdo ndryshim është shumë e natyrshme që qytetarët me pas rezistencë ndaj secilit ndryshim, për arsye se vetë natyra e njeriut është asisoj që ne
i mësohemi një paterne, një mënyrë të jetesës, edhe ajo ndihet si një mënyrë më e lehtë në aspektin e energjisë, sepse kalon prej asaj që ne planifikojmë e mendojmë në aspektin e automatizmit, ku ne vetëm bim në atë sjellje, edhe nuk kemi nevojë të mendojmë, pra prej pikës A kur zgjohemi prej gjumit, kur shkojmë në punë, kur takohemi me shoqni, i kemi ato pikat që i frekuentojmë gjatë gjithë kohës, edhe nuk mendojmë shumë, veç i bëjmë në mënyrë automatike. Zgjidhja e problemit të trafikut është si rezultat i intervenimeve multidimensionale. Pra edhe në aspektin e infrastrukturës rrugore, pra unaza e jashtme, unazën e brendshme veç jemi duke përfundu, rruga Gjimgjema, që po përfundon po ashtu edhe ndërtimi i shkollave të reja, pra jemi duke ndërtuar 10 tash shkolla, kemi planifikim edhe tjera, në pjesë periferike ku qytetarët nuk kanë nevojë me vozit prej periferisë në qendër për me i çu fëmijët edhe me i marr fëmijët. E po ashtu edhe të gjithë qytetarët që vinë prej qyteteve tjera të punojnë në kryeqytet. Le të themi që me siguri 300-400.000 persona gjatë ditës vinë edhe dalin prej kryeqytetit. Çdo ditë. Kjo është një nevojë e madhe për këto investime infrastrukturore të cilat ne kemi paraqitur si pjesë e programit ton. Ne kemi kryer si projekte, e dim çka duhet, jemi duke bë, tash duhet vetëm me zhblloku apo me ndru këtë qeveri në një qeveri që kupton nevojën për transformim të kryeqytetit. Kemi gjetë edhe metoda tjera alternative, për shembull kemi bërë intervenime edhe në trafikun urban, ku për herë të parë e kemi unifikuar transportin urban, trafikun urban me sektorin privat, e kemi unifikuar biletën, pra sot e ke biletën tërditore që është vetëm 80 cent, apo mundesh me ble javore që kushton masanej më pak se 80 cent në ditë, apo mujore që kushton edhe më pak, apo edhe vjetore. Po ashtu, ju kemi mundësu të gjithë qytetarëve që udhtojnë prej qyteteve tjera në Kosovë që vinë me autobus në stacion të autobusave në kryeqytet, që si pjesë e asaj bilete që e kanë blerë në qytetet e tyne, t'ju mundësohet udhtim tërditor falas në kryeqytet. Pra gjitha këto janë intervenimet të cilat janë jashtë kornizave standarde të menduarit për zgjidhjen e problemeve komplekse që sot i ka kryeqyteti, edhe gjitha këto kanë pas impakt pozitiv edhe në përmirësimin e trafikut, edhe në përmirësimin e buxhetit familjar, për shembull tek qytetarët tanë. Po jap shembuj të ndryshëm që nuk janë vetëm intervenime lineare që kryejnë një funksion edhe e zgjedhin një problem, po janë intervenime të cilat janë multidimensionale që ndërlidhen njëra me tjetrën edhe është vlerë e shtuar, por zgjedhin më shumë se një problem. Ne si familje kemi adaptuar dhe qenë, jetojmë në një hapësinë shumë bukur, kemi hapësinë mjaftueshme për qenë, kemi gjelbrim, jezim për qenë, kushtet janë shumë të mira, kryeqyteti na ka ofruar mbështetje të vazhdueshme, saqë i ka nda për secilin qenë ka 50 euro, gjë që e ka bërë procesin më të lehtë për ne. Kemi mendu jashtë kësaj mënyre standarde se si mundemi me bo zgjidhjen e problemit me qendrën Dacak. Fillimisht kemi kriju prej 5 pikave që kanë qenë ushqyese për qendrën Dacak, kemi ngrit këtë në 23 pika, kemi kriju një territor jashtë zonës qendër, mirë pas kjo nuk kanë ndihmu aq shumë, mirë po ideja për me i subvencionu familjet të cilët adoptojnë qendrën Dacak me nga 50 euro në muaj është transformuar në një efekt pozitiv ku përveç që kemi hjek qendrën nga rrugët, pra kemi hjek këtë aspektin e një kafshë me qenë Dacake apo me qenë ashtu e pa shtëpi në një qendër që tashmë kanë persona që sigurohen që jeta e këtyre kafshëve të mrekullueshme është e sigurt. Të njëjtën kohë dhe kemi kriju mundësi punësimi pra për familje që kanë pas hapësira në shtëpitë e tyre më të mëdha për me adaptu më shumë se një qenë, edhe në mënyrë të përshpejtuar, pra ju kemi përmbajt edhe ligjit që i mbrojnë të drejtat. Të cilat i shoh që janë jetike për kryeqytetin,
pra e shoh Prishtinën si një qytet i artit edhe i kulturës, një qytet i eventeve, një qytet që në bazë të artit, kulturës edhe eventeve të cilat ne tashmë veç po i organizojmë edhe kemi një kalendar të mrekullueshëm gjatë tërë vitit, josh qytetarë nga pjesë të ndryshme të regionit e të botës që të kalojnë një kohë të shtuar në kryeqytet në manifestimet e ndryshme që bëhen këtu në kryeqytet. E kjo bëhet edhe si rezultat, po themi, krijimit të shesheve shtesë, që sot nuk janë të mjaftueshme dhe po i shohim edhe vetë tash gjatë kësaj vere, të gjitha hapësinat publike kanë qenë të stërngarkuara me evente të ndryshme, me qytetarë duke kalu kohë të mrekullueshme, edhe kjo tregon, po them, që jemi në drejtim të mirëfillt që kryeqyteti të transformohet në një qytet me karakter unik në botë, me fokus në art e kulturë. Sot e kemi portofolio të projekteve, më shumë se 65 projekte kyçe për kryeqytetin, të cilat janë të gatshme të vazhdojnë, pra shumë prej tyre të vazhdojnë, sepse kemi fillu, disa prej tyre të fillojnë, e tjerat normal që të diskutojmë me qytetarët tanë për të mirën e kryeqytetit. Prishtina në 4 vitet e ardhshme do të lulëzoj, tash edhe kemi me pas projekte të prekshme si platforma e cila vetëm se ka fillu, e cila ndërlidh Arbërin me Pallatin. Po ashtu në kalimi Agim Ramadani, ku edhe krijojmë një sistem njëkahor që mundëson që të kemi linje të veçanta për autobus, për biçikleta, për trotineta, për këmbësor, linje më të shpejta për ambulanta, për policin, për zjarr fiks, e po ashtu edhe për qytetarët që i përdoren edhe makinat. Po ashtu projekte tjera si stadiumin e kryeqytetit, stadiumin e ri, si spitalin e kryeqytetit që tashmë është i gatshëm edhe ka qenë i gatshëm për i bllokuar, atë do të vazhdojmë. Krijimin e fshatit olimpik, do të kemi edhe stadiumin e ri, arenën multifunksionale, pishinën olimpike, tenis, fushat të tenisit, e të gjitha tjerat elementet të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e sportit ton, edhe këtu lokal, po edhe ndërkombëtarisht, sepse jemi duke kriju platforma të cilat edhe ju mundsojnë secili qytetar në çfarëdo demografie që të ketë besimin të mendoj për te pritshmërive që i kemi prit për shembull para 4 viteve. Normal jemi në luftë me nivelin qendror për shkak të bllokadave jo ligjore që po na i bëjnë, për fat të keq, po shpresoj që ne me punën tonë tash edhe kemi tregu që askush nuk mundet me na ndal, nuk do të na ndal, do të vazhdojmë me transformim, edhe si rezultat besoj që do ta ndrojmë edhe këtë mendësinë negative që kanë politikanët këtu me këtë opozitë destruktive në një mendësi më pozitive, më konstruktive që i ndihmon edhe vetë politikanëve këtu, po më shumë ti po them qytetarëve, sepse tek e fundit ne jemi në shërbim të qytetarëve. Koncepti transformues për kryeqytetin është një lloj mrekullie që ndodh si rezultat intervenimeve të mëdha që transformojmë edhe mendësinë e qytetarëve. Pra një e papritur pozitive që ndodh si rezultat i ndryshimit ose intervenimeve të cilat ne jemi duke i bë me projekte madhore në kryeqytet. Ashtu e shoh edhe transformimin e kryeqytetit me intervenimet tona të ndryshme si platforma, si nënkalimet, si sistemi njëkahor, si në dimenzion tjetër mësimit tërditor, kurikulat digjitale, si qyteti inteligjent, pra elementet e ndryshme edhe impaktet e tyne kur bëhen bashkë në një tansi e krijojnë një mrekulli të vërtet, sepse për një herë pra transformohen edhe e rregullojnë trafikun, edhe rregullojnë bazën e arsimimit, të sportit, të infrastrukturës, pra të gjitha ndodhen si rezultat kur këto elemente ndërlidhen njëna me tjetrën. Tash janë në proces të ndërlidhjes, pra ende nuk kanë ardhur në atë pikën e fundit ku unë e kam premtu para 4 vitesh, kam thonë na nevojiten 8 vite që këto procese të cilat tash kemi fillu të bëhen bashkë, të bashkëgjizohen edhe të ndodhë transformimi
i kryeqytetit, ashtu si e shoh, si e di që do të ndodh, si e kam pa që ka ndodhur në qytetet e tjera, e që do të ndodh në mënyrën më unike të mundun për kryeqytetin, për Prishtinën. Pra Prishtina sot është përtej çfarë do pritshmërie që kemi pas para 4 vitesh, përtej zhvillimeve në region, përtej pritshmërive që kanë pas ndoshta edhe ndërkombëtarët në relacion me Prishtinën. Prishtina mund të jetë lidere, pra mund të jetë